Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك فخلق كل شيء فقدره تقديرا وكبروا الله تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا أيها الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وكبروا الله تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Të nderuar vëllezër dhe motra, festa e Fitër Bajramit, të cilën po përjetojmë sot, është nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, e cila vjen pas përfundimit të agjerimit të muajit të bekuar Ramazan. Kjo festë ka një peshë të thellë fetare, shpirtërore dhe sociale. Pra është një shpërblim prej Zotit. Andaj me të drejtë, këtë moment të veçantë e konsiderojmë moment të reflektimi, falënderimi dhe të lutjeje, ditë me një domethënie të thellë shpirtërore dhe sociale, duke na rikujtuar rëndësinë e devotshmërisë, mirënjohjes, solidaritetit dhe bashkimit familjar. Rendi përbrenda familjes gjithherë sipas normave islame bazohet në parimet e drejtësisë, dashurisë, përgjegjësisë dhe respektit të ndërsjellë ndërmjet anëtarëve të familjes. Kjo për faktin se familja është bërthama mbi të cilën ndërtohet jeta jonë. Është ajo e cila na ofron dashuri, mbështetje dhe vlera që na shoqërojnë gjatë tërë jetës, duke na mundësuar që të përballemi me sfidat e jetës të çfarëdo natyre qofshin ato. Normat të cilat burojnë nga Kurani dhe hadithet e Muhamedit alayhis salam saktësojnë se një çift bashkërtor, burri dhe gruaja, janë themel i familjes, po ashtu prindërit janë edhe edukatorët e parë të fëmijëve, duke i pajisur ata me edukat dhe moral të lartë, me qëllim që të kemi familje dhe shoqëri të formuar mirë në rrugën e Zotit dhe në shërbim të familjes, rrethit dhe shoqërisë. Sipas Islamit, fëmijët janë një amanet nga Zoti, e që ne si prindër kemi për obligim të kujdesemi, t'i ruajmë, t'i edukojmë, t'i shkollojmë e t'i formojmë si qenje fisnike, duke u ambjellë në zemrat e tyre dashurinë për njëri tjetrin, familjen, atë dheun dhe shoqërinë. Zoti Gjellëshanuhu në Kur'anin famlar thot: ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri. Përveç kësaj, edhe prindërit janë amanet i fëmijëve, në veçanti atëherë kur ata kanë arritur moshën e pleqërisë, apo kanë kërkesën më të madhe për përkujdesje dhe ndihim nga ana e fëmijëve të tyre. Islami urdhëron për ruajtjen e lidhjeve familjare dhe farefisnore, urdhëron për përkujdesje të vazhdueshme të drejtë ndaj prindërve, sidomos kur ata janë në moshë të shtyrë.
lënia e prindërve pa përkujdesje nga ana e fëmijëve të tyre, sipas feson është një gjunah i madh, nga se menjëherë pas adhurimit që duhet bërë Zoti xhaleshanuhu, jemi të urdhëruar për përkujdesje ndaj prindërve me dashuri dhe respekt. Përkujdesja ndaj prindërve është një rrugë e drejtë, e cila na ofron drejt mëshirës së Zotit xhaleshanuhu. Zoti në Kur'an po thot: Zoti yt ka urdhëruar që të mos adhuroni askën tjetër përveç atij, dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë të tij, mos u thuaj atyre as of. Mos i kundërshto, por drejtoju atyre me fjalë respekti. Si është e mundur t'i kthehet shpina e të mos përkujdesemi për nënën e cila na mbajti me mund dhe vështirësi të mëdha në barkun e saj, e cila na ushqeu me gjirin e saj, u përkujdes për ne që të bëhemi këmbëduar, si të mos përkujdesemi për baban i cili na mbrojti dhe na siguroi ekzistencën. Nga kjo mësojmë se jemi të obliguar që të sigurojmë mirëqenien dhe rehatinë e prindërve, duke mos i munguar asgjë atyre. Është obligim që të sillemi mirë ndaj prindërve, nënës dhe babait, nga se në Islam nuk ka koncept prindi një dhe prindi dy, të së njëjtës gjini, as nën të marrë me qera apo nën surrogate. Pra Islami është kundër modeleve të familjes që devijojnë nga struktura tradicionale dhe parimet islame të burrit dhe gruas. Kjo bazohet në mësimet e qarta të Kur'anit dhe hadithit. Në Islam koncepti i prindërve është i qartë. Prindërit janë një burrë dhe një grua, babai dhe nëna. Ndaj nënës dhe babait jemi të urdhëruar për përkujdesje edhe pas vdekjes së tyre, e lema në të gjallë të tyre. Jemi të urdhëruar të bëjmë dua, lutje për ta, të japim sadaka, lëmosh, e të ndihmojmë njerëzit në nevojë në emër të shpirtrave të tyre. Zoti xhaleshanuhu në Kur'an po thot: lësho për atyre krahët e përuljes prej mëshirës dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata, ashtu siç më kanë rritur, edukuar, mëshiruar kur unë isha i vogël. Përkujdesja ndaj prindërve, gjyshërve dhe familjes mbar, siç po shihet, është edhe një mundësi për ta fituar kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu dhe shpërblimet e mëdha prej tij. A thua se mund të gjendet ndonjë thënie e parafort me thënien e Muhammed Mustafas, se xheneti është nën këmbët e nënës. Muhamedi a.s. shumë herë na porositi për përkujdesje, ndihmë dhe mirësjellje ndaj familjes dhe prindërve. Ai me një rast tha: më i miri për jush është ai që është më i miri ndaj familjes së tij, dhe unë jam më i miri ndaj familjes ime. Fatkeqësisht, sot pothuajse për çdo ditë kemi shumë prindër të braktisur, të lënë e të harruar nga fëmijët dhe të afërmit e tyre. Ata kanë ngelur pa përkujdesje, gjë e cila po rëndon jetën e tyre deri në ekstrem. Pse po ndodh kjo? Këtë pyetje duhet bërë vetes dhe shoqërisë sonë. Këtu në Kosovë dhe kudo që jetojmë vëllezërit dhe motrat tona, brenda trojve tona etnike dhe në mërgatën e largët. Nuk konsiderohet dhunë vetëm dhuna fizike ndaj prindërve. Mos përkujdesja është një formë dhune ndaj tyre. Ajo mund të jetë edhe dhunë emocionale, psikologjike, ekonomike dhe shpirtërore, duke i lënë ata të vetmuar dhe në kushte të vështira të jetesës e në mungesë respekti ndaj tyre. Andaj, edhe abuzimi me prindër konsiderohet një prej mëkateve të mëdha në Islam dhe në shumicën e feve të tjera, duke veçuar se sjellja dhe përkujdesja e vazhdueshme ndaj prindërve dhe familjes është një urdhër dhe obligim hyjnor, edhe ndëshkimin ndaj atyre që e lënë familjen, në veçanti i lënë prindërit pa përkujdesje, do të jetë i rënd
para Zotit Xheleshanuhu ditën e gjykimit. Për të bërë përpjekjet e kthimit dhe për kujdesin ndaj familjes dhe prindërve, duhet të kthehemi vlerave fetare, ta përhapim moralin, ta rikthejmë harmoninë brenda familjes, të rikthejmë paqen në veten tonë, mëshirën dhe edukimin e shpirtit. Familja pra është një mburoj e fortë, sepse ajo mbron antarët e saj brenda kështjellës së pathyeshme të saj. E gjithashtu vendos edhe burimin e ekzistencës, formimin dhe edukimin e mirëfillt. Askush nuk ka të drejtë ta braktisë familjen dhe të shkput marrëdhëniet me familjen dhe farefisin. Nëse familja është e shëndosh, e gjithë shoqëria është e shëndosh, nga se familja është një shtyllë dhe bazë e strukturës sociale për shkak të lidhjeve të saj shpirtërore, fetare, psikologjike e materiale. Veçanërisht, nëse është një familje kohezive e cila siguron një atmosferë qëndrueshmërie. Mund të themi se vlera e besimit është vlera kryesore dhe qëndrore në këto vlera familjare, rreth së cilave rrotullohen vlerat e tjera islame, si vlera e ndershmërisë, e drejtësisë, konsultimit, durimit, dashamirësisë, dëlirësisë, bashkëpunimit, solidaritetit dhe së fundi vlera e dashurisë dhe e mëshirës. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina inda Allahi l-Islam. Të nderuar vëllezër e motra, në këtë ditë feste, nga ky vend i bekuar e bashkërisht me ju, të nderuar besimtar, më lejoni që të shpreh shqetësimin tim, të institucioneve të Bashkisë Islame të Kosovës dhe të tërë shoqërisë sonë e më gjërë, për kitazi me vrasjet që kanë ndodhur në vendin tonë, sidomos në këto 2 javët e fundit, ku humben jetën 4 qytetarë të vendit tonë, e që është shqetësim dhe brengosje për të gjithë ne. Pavarësisht motiveve dhe rrethanave, në Islam, vrasja është një akt i ndaluar, i shëmtuar dhe është një nga gjunahet më të mëdha. Feja islame jep shumë rëndësi jetës, së njeriut dhe mbrojtjes së saj. Kurani e potencon qartë ndalimin e vrasjes së tjetrit, përse në Kur'anin famlar thuhet: kush vret një njeri pa të drejtë, është sikurse të ketë vrarë të gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është sikur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Andaj, edhe një herë, apelojmë për respektimin e jetës së çdo individi dhe për ndalimin e dhunës ndaj të pafajshmëve. Të gjithë duhet të jemi unik për të promovuar paqen, tolerancën dhe mirëkuptimin. Nga tresat duhet t'i trajtojmë me qetësi, ndërsa zgjidhjen e tyre duhet të kërkojmë në rrugë institucionale e jo me vetë gjyqësi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.